Nga lëndët narkotike të karmbajtja pa leje dhe aksidentet rrugore, në 24 orët e fundit, policia e Shkodrës ka kryer një sër procedimesh penale, një 23 vjeçar nga Tirana. Gjatë kontrollit nga shërbimet e policisë së kufirit dhe migracionit në Muriçan, ju gjet një sasi e lëndë e dyshuar kanabis sativa që sekuestrua si provë materiale. Ndërkohë një 41 vjeçar nga Berati, po në Muriçan, u kap edhe ky i fundit me kanabis sativa. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor proceduan në gjendje të lirë një të mitur pasi duke drejtuar një ciklomotor pa targa ka humbur kontrollin dhe është vetrëzuar duke pësuar lëndime. Përpasoj 15 vjeçari ka përfunduar në spitalin rajonal të Shkodrës. Specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 20 vjeçar banues në Domën, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet i gjetën një armë pistolete sportive që u sekuestrua si provë materiale. Një 15 vjeçar tjetër përfundoi proceduar pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një përforcues grushti që u sekuestrua dhe ky i fundit si provë materiale. Ndërkohë në lagjën Guerrile një 57 vjeçar ka humbur jetën në banesën e tij ku dyshohet se shkak ka qenë një arrest kardiak. Në prokurori u referuan materialet për një rast ku një 34 vjeçar banues në Bardhë ka kallëzuar se ka një konflikt pronësie me një 30 vjeçar nga Shkodra. Ndërkohë në Puk u procedua një i moshuar pasi dyshohet se ka ndezur një vatër zjarri duke shkaktuar dëme në një sipërfaqe toke në Pyje dhe Kullota. Ndërkohë në Velipoj një tjetër i moshuar ka humbur jetën, ku dyshimet e para janë për një arrest kardiak. Për të gjitha këto raste materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.